Kisha e Shëngjergjit në rast të butë në Lezhë është ringritur nga themelet duke rikthyer në jetë një prej objekteve të rëndësishme të trashëgimisë fetare dhe kulturore të kësaj treve. Kisha shekullore ishte shkatruar gjatë periudhës së komunizmit, ndërsa sot pas shumë vitesh ajo është rindërtuar fal kontributit dhe përkushtimit të banorëve të rastit dhe zimjave. Për komunitetin, rikthimi i kishës së Shëngjergjit është më shumë se rindërtimi i një objekti kulti. Banorët e konsiderojnë atë pjesë të historisë, identitetit dhe traditës së tyre, ndërsa nisma dëshmon edhe lidhjen e fortë të komunitetit me trashëgiminë e kësaj zone. Është iniciativa e banorëve të këtyre dy fshatrave, Zimaj dhe Ras, të cilat patën dëshirën dhe njëtin për të ndërtuar këtë kishë përsëri. Iniciativa në veçanti e Gjokfranit dhe e shumë djemë dhe tri të kësaj zone të këtij fshati bën të mundur rindërtimin e kësaj kishe, të cilin e pakëzojmë sot përsëri me emrin Kisha e Shëngjergjit. Unë kisha për thënë sa bën një vepër shumë e bukur, edhe një vepër që jeton gjatë. Me pak fjalë mund të them se falënderimit i bën të tjerët, ma kompetent se ne, kisha për thënë këtë. Zoti i moftë ata që bëjnë punë të mira. Jo vetëm për veti, ata që punojnë për veti, po sidomos ata që punojnë për të tjerët. Kjo është bën me vullnetin e Zotit, thash, që ka vënë misionarët e vet, besimtarët që janë të gatshëm të kontribuojnë për të tjerët, për besimin, për fenë, për Zotin, për popullin. Është një ditë e veçantë për fshatin tu, pasi kjo kishë ka qenë shkatruar, është rindërtuar me mundin e me djersën e gjithë fshatarëve, me kontributin e disa vetëve, kryesisht të Gjokfranit, ndërtuesit kryesorë kanë qenë djemtë dhe Xeflukës, po kjo punë u bë mundur vetëm nga rruga që hapi bashkia sot, se këto varreza kanë qenë të humura. Ndonë se banojnë Tiranë, kam marrë sot këtu, sepse kur kam qenë i vogël, jam pakëzuar në këtë kishë. Kjo është kishë, sot u shiguru prapë e re, a gjë shumë pozitive. Kryetari i Njësisë Administrative Ungrej Agustin Zefi falenderoi të gjithë ata që kontribuan në rindërtimin e kishës, duke vlerësuar angazhimin dhe përkushtimin e komunitetit. Sot jemi në Njësinë Ungrej, jemi në fshatin e Ras. Siç e shikoni vetë, banorët e zonës janë mbledhur bashkë me IPEZH-in për të bërë shikurimin e kishës së Shëngjergjit po në këtë vend. Një faktor kryesor që bëri të mundur që ndërtimin e kësaj kishe ishte infrastruktura, e cila pak më parë u bë ndërtimin nga Bashkia Lezhë. Dua të falenderoj të gjithë iniciatorët, të gjithë ata që kontribuan me mundësitë e tyre që ky objekt kulti të ndërtohet dhe është besoj ndër i vetmi institucion që njerëzit i bën bashkë po në këtë vend. Pas përfundimit të punimeve, Kisha e Shëngjergjit u shugurua, ndërsa komuniteti organizoi edhe një festë për shënuar këtë ditë të veçantë. Ardhmë e jote.